Numri i divorceve në qarkun e Korçës ka pësuar rritje duke reflektuar problematika të shumta sociale dhe ekonomike, me të cilat përballen familjet. Sipas avokatit Esmeral Xhafa, pjesa më e madhe e kërkesave për zgjidhje martese paraqiten nga gratë, të cilat shpesh përballen me vështirësi të theksuara në jetën familjare. Në vitin 2025 kemi patur 674 kërkesa për zgjidhje martese. Kjo vjen edhe nga fakti që gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë gjykon edhe çështjet e gjykatës të Pogradecit. Ka rritje të numrit, kurse për sa i përket vendimeve të dhëna nga ana e gjykatës për vitin 2025 kanë qenë 399 vendime për zgjidhje martese. Dhe për 3 mujorin e parë kemi diku te 97 vendime zgjidhjesh martese. Xhafa thekson se faktorët ekonomik mbeten ndër arsyet kryesore që ndikojnë në prishjen e marrëdhënieve, duke sjellë tensione dhe konflikte të vazhdueshme mes partnerëve. Mungesa e të ardhurave të qëndrueshme dhe kostot në rritje të jetesës po ushtrojnë presion mbi familjet, duke çuar në raste të shumta deri në zgjidhjen përfundimtare të martesës. Kryesisht kanë të bëjnë me problemet ekonomike të cilat më pas kthehen dhe në mos përputhje karakteri, debate të vazhdueshme, mënyra e jetesës. Më tej, avokati shpjegon se mungesa e komunikimit dhe mbështetjes reciproke mes bashkëshortëve përkeqëson situatën duke e bërë më të vështirë zgjidhjen e problemeve brenda familjes.